Sultani e kishte marrë vesh rrethimin e Svetigradit dhe ishte fort i mërzitur, sepse po shtrëngoi të rëmbente përsëri armët, kur sapo mezi kish marrë frymë nga lodhja dhe sapo kish liruar ushtarët. Sidomos kur ishte me të hyrë të dimrit, kohë fort e papërshtatur për të bërë luftra. Megjithatë, i detyruar nga një farë domosdoshmërie dhe turpi për të mos lejuar që qytetet e tij të shtypeshin me turp nga armiku, shpalli një vendim të ri dhe ndërsa lajmet mbi këmbënguljen e Skënderbeut po dëndeshin çdo ditë më tepër, urdhëroi që për të rije gatitja më pashme njëkohësisht, ai mori masa që të ndihmonte sa të ishe mundur më tepër për të shpejtuar punën, duke dërguar në çdo vend purpurat dhe duke përhapur më parë fjalën se po shkonte në Epir për përsërit vet. Ai e bënte këtë ndoshta me qëllim që t'i jepte çështjes më tepër rëndësi dhe t'i prapsonte tanët më lehtë. Nga rrethimi i qytetit, me frikën që do t'u shtinte kështu, dhe padyshim zor ta besoi se Tirani, i cili po mbaronte sidomos nga pleqëria, do kishte ndërmend t'ia hynte asaj detyre, veçanërisht në stinën e dimrit, kur edhe puna nuk ishte një rëndësi aq të madhe, saqë të dukej se do ta dëmtonte, edhe sikur të ndodhte diçka më e rëndë. Skënderbeu, me shpirt të paepur përpara Kërlis dhe fatit të zi që pa të tanët, po e shkrinte të energjinë, të zjarrin dhe mençurinë e vet në dëmtimin e pandërprer të qytetit, duke shpënë në muret herë natën, herë ditën, tabët e të vetëve dhe duke rrotulluar lart e flakur ndërmjet armiqve zjarre, ai përpiqej t'i kallte tmerrin qytetit me ndonjë pështjellim. Nga ndonjëherë ai dërgonte pak ushtar, duke urdhëruar që të mblidhin kufomat e të vrarve dhe t'i sillnin në kamp. E këtë dhelpëri ai përpiqej se mos mund t'i nxiste ata të qytetit për të shpërthyer. Pasi u bën kot të gjithë këto prova dhe nuk u solli asnjë dobi, qoftë edhe të vogël, gjithë ato dinatorit dhe mjeshtrit e kryetrimit vendosi që t'i jepte fund rrethimit. Për këtë, ai do të provonte më parë fatin vetëm me një betejë, sido që t'i dilte, sidomos kur përfundimin e ndeshjes së kaluar duke sikur e polishte edhe plagosja e Mojsiut dhe pak gosja e natës. Kjo në zemrat e shqetësuara të tyre, që çdo gjë e shpjegonin sipas dëshirës, u ngjallte shpresë për një fat më të mirë. Të nesërmen e asaj dite, me të cilën dielli shpalli me anë të tellallit nëpër gjithë kampin, përveç plashkitjes së qytetit, edhe shpërblime shumë të mëdha përfitojësit, dhe ngritur me fjalë sa më lart rëndësinë e asaj pune, dhe duke shpërthyer veç kësaj lidhërimin e vet për poshtrimin e periudhë. Gjersa tërë ato kapedan dhe ushtar të dëgjuar, të sprovuar në sa e sa luftra, po detyroheshin nga një grush skllëburisht perëndis, të plakeshin për faqe të zezë rreth mureve, që i humbën me turp. Gjerkur më në fund do të duronin ata këto turp, dhe gjerkur do ta mbanin përpara syve në vendin e vet, ndërmjet gjithë atyre qyteteve, kështjellën dhe popujve atëroj të Tiranit, të mbyllur vetëm brenda muresh të zhveshur dhe pas një shpresë tjetër. Çfarë nuk do të bënin nga turpi në vend të huaj dhe në krahina të largëta? Përse atij armiku që u kishte zënë vend munët e derë, do ish ngulur mu në zemër të mos mund t'i jepnin ndrup. Si tha këto fjalë të lëndim për turmën e vet, i ndau pastaj forcat dhe pasi la 600 ushtarë siroje të kampit, e rrethoi qytetin në formë kurore nga çdo anë. Aty ku mali ishte i afrueshëm. Në fillim ndezën njëri tjetrin dhe e ftuan për gjak vetëm me predha. Pastaj, si u goditën mjaft me këtë mënyrë dhe u bën flak nga urrejtjet, po gaditeshin gjithë ata me guximtar që të rëmbenin shkallët dhe ta sulmonin armikun më parë se afërmi. Më së njëri e bën këtë provë, por më kot, sepse u sprapse nga ata qytetit, pa mundur që t'i afronin shkallët tek muret, por më në fund barbarët, imposhtur nga këmbëngulja e tanëve që ideshin bihekur e predha, musiluan të uritur bidatën e dhenve, urituren për të shqyer pa dashur t'ia dinë, as për jetat as për ndonjë dhelpëri tjetër njerëzore. Lëshoi ca nga ca rrugë furis aq të madhe dhe u tërhoq për pak kohë brenda forcomave, duke i lënë muret në mëshirë të dhunës, aq i mungonin forcat e predhat për të mbrojtur sheshin. Skënderbeu, të cilët pak më parë hidheshin me aq zjarr e tërbim,
në ato luftë fort të përgjakshme, pa marrë parasysh asnjë rrezik as vdekje. Vetë që u sill përpara syve, kur e pan se goditjet e kundërshtarit po ftoheshin dal nga dal dhe se muret mbeten të shkretë për pak kohë. Duke u tërmur nga ndonjë dredhi dhe duke pandehur se armiku qëndronte i fshehur me qëllim që të kurdiste ndonjë pusi të hatashme. Endeshin andej këndej, më me ngadal dhe prisnin duke i shtënë syt të shqetësuar rreth të qark në të katër anët, të shuheshin nga ndonjë turm i sigurt. E që nuk bën frika e pusive, kështu barbarat patën mundësi dhe kohë të mjaftë të merrnin frymë dhe të kujdeseshin për çka kishin nevojë. Dhe u rrese shokët e tyre, po u vraponin në ndihmë nga çdo anë me një sasi të madhe predhash që u shpinin, duke asjell përsëri në vend zemrën dhe fatin njëkohësisht. Në këtë përleshje ranë shumë nga të dy anët, por më shumë nga tanët, dhe do kishin rënë ndoshta edhe më tepër, sikur të mos e kishte rrequr më të shpejt shumicën e armiqve në anën tjetër të qytetit. Zaharia, duke afruar shkallët dhe duke e prerë fitoren në mes. Skënderbeu u akallte të merri natyrën e qytetit së bashku me njësitë e veta, herë duke dalë në krye, herë duke kryer punën me detyrat, e cili do prej ushtarëve të tij, që ishte kundër murave, herë me të lutur, herë me të bërtitur. Ato forcat e shigjetarëve që ishin vendosur në formë kurore rreth mureve, nuk e lanë asnjëherë vendin që u ishte caktuar, por qëllonin me goditje të sigurta rojet që endeshin nëpër mure, ndërsa betejë po vinte ngaherë duke u shtuar dhe lufta duke e gërsuar.